Por ty mashkull, që je ngurtësuar, që nuk shpreh ndjenjat e tua, emocionet e tua, nevojat e tua, je bërgur, ose mund të them një zemër si ke vënë një gur, për ty që u rrite nga një nën që e mësuan të mos shpreh dhe ajo nevojat, emocionet e saj, sepse nuk mund të plotësoj asnjë. Ishe në vend të fëmijës, u linde mashkull dhe të thanë ti do dukesh i dobët në qoftë se do shprehësh nevojat e tua, qoftë se do kërkosh, qoftë se do qash. Dhe kjo nuk është vetëm tëndja, por është e tërë gjinisë mashkullore të trashëguar. Që nga fillimi i krijesës, por sot erdhi dita që ne t'ja u japim mbrapsht të gjitha barrat, të gjithë mësimtarëve tonë, gjyshve, stërgjyshve, nënës, babait, dhe t'jetosh për vete. Është okej t'i jesh mashkull dhe të kesh nevoja për përqafim. Është okej t'i jesh mashkull të qash, edhe kur nuk ka arritur diçka. Është okej të thuash u lodha dhe nuk e vetëm pesha, por jeton në një partneritet bashkë me gruan për t'i ndarë të gjitha detyrimet dhe të drejtat në familjen tënde. Ndaj Zoti na krijoi gjinin femërore dhe mashkullore të bashkëpunojmë në harmoni, të komunikojmë, të shprehemi dhe kur lodhet njëri ta ngrej tjetri dhe në të kundërt. Ke të drejtë mashkull të thuash u lodha, ke të drejtë të thuash që mund të vinë parat në mënyrë më të thjeshtë dhe mundesh. Jo vetëm duke punuar, duke u lodhur. Dhe kam parë shumë meshkuj deri më sot që janë të lodhur nga një punë në një tjetër për të shërbyer familjes, fëmijëve, por ngelen bosh për vete. Për të gjitha këto dhe shumë e shumë të tjera, si ta marrësh fuqinë mbrapsht, si të lesh borxhet që ke kujtuar sikur ke tek prindrit tu, gjyshës të gjyshit, sepse kjo është kolektive, nuk është vetëm tendja që më dëgjon, po ti je një shpirt i madh dhe e ke mbajtur. Dhe jo thjesht zgjodha të bëj këtë video këtu në Gurët dhe do t'ja u shpjegoj. E di që je një njeri i ndjeshëm dhe dua bashkë me ty të bëj thirrje dhe grave, ju guximtarve, ju të ndjeshmëve, që pranoni që jeni shpirtra dhe jo burra dhe gra. Në këtë radhë zgjodhet të jesh burr. Dhe burri është shpirt, është njeri. Nuk është nevoja të jesh i vlefshëm vetëm kur ke para. Nuk është nevoja të jesh i vlefshëm nëse s'qan dhe i fortë. Ti je dhe i fortë dhe i dobët. Ashtu si dhe ne gratë. Nuk është nevoja më të tregosh vlerën tënde duke u përpjekur, duke mbijetuar. Ajo kohë u largua, ishte paraardhësve. Ne mbijetuam dhe erdhi dita të lirojmë këtë barë, të hapim zemrat, të komunikojmë, të flasim, të qeshim, të gëzojmë. Nuk kemi më luftra. Ne po luftojmë veten tonë dhe për ty mashkull që bëhesh agresiv dhe në brendësi je i butë. Të them të dua shumë, të falenderoj dhe në emrin e gjinisë femërore jam këtu dhe ditën e ente të pres në një platformë Zoom falas, të shprehësh dëshirat e nevojat e tua, të hapim zemrën njëri me tjetrin, të pranojmë njëri tjetrin dhe të lirojmë të gjitha barrat nga e kaluara, të sillim harmoni në veten tonë, në familjen tonë, në shoqërinë tonë, të jetojmë, të ftoj ditën e ente në datën 11 shkurt.
të vish, ashtu si je, po i vërteti në brëndësi, jo ai që do të dukesh, sepse deri tani të gjithë njerëzit jetuam jetën e të tjerëve, akoma dhe unë që po të them me dashuri të madhe në zemër, se ndjej tërë peshën kolektive dhe si terapiste. Erdha këtu të mbjetonja dhe unë si ata, po sot erdha t'ju them mjaft deri këtu. Dhe dua të tregoj diçka para këtij mali me gur që është mbledhur këtu, që jam peshat, lirova dhe unë barën që mbanja akoma dhe të kolektivit. Sepse nuk mundesh asnjëherë të mbash barën ti, mashkull, të nënës tënde që i shkonje të vuante, të heshte, të mbante barën, dhe ti nga dashuria e madhe e mbajte dhe donje ta ndihmonje. Por mbajte dhe barën e babait, që shkonje që përpiqte, që vuante dhe heshte dhe nuk fliste, ose bëshe agresiv, sepse nuk arrinte të shpreheshe. Sa shumë dhimbte, sa shumë nevoja kishte, sa shumë nevoja kishte për të përkëdhelur. Po i thanë që ti ish burr. Duke dashur të bëj një video sot për këtë, Zoti i engjëllit më sollën këtu. Dhe thash, diçka ka këtu të mësoj. Dhe atë që mësova është, shikojeni, a ne mbahen këtu, në një vend ka nedhur gjithë këta gurë, që janë ngjyra të ndryshme, ashtu si ne njerëzit. Dhe shikoj që këto pemët padashe janë zënë këtu, dhe nuk arrin të mbëjetonin, janë tharë. Por mos harroni që ka dhe ati në të njëjtën gjë, që ka gurë dhe atje po 2 pemë të tjera kanë mbëjetuar. Dhe kjo është një terapi e madhe për ti që e shikon dhe e dëgjon, dhe lejoje veten të liroj lotë, të zbutet zemra për ty mashkull dhe për ty femër, kushdo që e shikon. Shikojni, përballë është gjinia mashkullore, kurse këtu femërorja, që të dy të bashkuar është nëna dhe babai jot, gjyshit e sërgjyshit, që mbijetuan me sakrifica dhe nuk ja dolën që të shprehin njëri tjetrin, të dy kishin të njëjtën gjë, të bllokuar, ngarkesat si kush më vete, pa asnjë nuk foli, asnjë nuk kërkovi ndihmë, nuk u shfaq, dhe mbijetuan, dhe aty janë tharë. Ti erdhe që të shpëtosh ata dhe veten, ti duhet të thuash që e jetën e soll deri këtu. Dhe unë tani do bëj diçka tjetër për ty dhe për tërë paraardhësit. Shikoj mbrapa të gjitha këtyre pemëve, janë nëna, babai jot, janë paraardhësit që në fillim të krijesës, që kanë vojtur, kanë patur pesha, nuk u shprehen, i vun gur zemrës, duhet të mbijetonin nga luftra, nga varfëria, por ti ja dole, erdhe deri këtu. Ti je shpresë e tyre, dhe ti do bësh diçka ndryshe, dhe unë jam këtu të të ndihmoj, të shkëputësh zinxhiret, të bësh atë diçka ndryshe, të zbutësh zemrën, ti jesh pranë nënës, babait, pranë gruas tënde, fëmijëve të tu, jo vetëm duke u munduar burr dhe ty grua, por duke u shprehur që ke dhe ti nevoja, ke dhe ti nevojë të dëgjohesh, të shikohesh, dhe ndaj në emër të grave, të ftoj ditën e njëjtë të vish, të hapim zemrën dhe të bëjmë terapinë, të shkëputemi nga tërë kolektivi, nga të gjitha këto problemet kolektive. Ju kthejmë peshat mbrapsh dhe të marrim lirinë, drejtësinë, të bësh kjo pema e lullëzuar, gjithçka. Të ftoj me zemër të hapur, se je njeri, je një shpirt ashtu si unë. Të vi armonia në familjen tonë, të fillojmë të ecim në rrugën tonë, sepse ne erdhëm të jetojmë. Ne jetojmë në 2026, ne kemi të drejtë të jetojmë. Më shkruaj